Alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si jeni, si shkoni, si kaloni, si dukeni? Kur bëhet fjala si dukeni. Kur bëhet fjala si dukeni, po ti dëgjosh njerëzit si duken. Ne vot mirë. Ne vot. E në anë tjetër ai i bi kemës. Kur i gjon pasaj jo po për ma ilaç për tensionin, jo këtu, jo atje, jo ma ilaçe për O miq, o vëllezër, shëndeti është një, po jo me fjalë, ne përshëndesim, gjithmonë me këtë gjigant, një strat i fton nga gjepo vujt miku im, miqtë e mi të dashur, shëndeti është një, po iku nga dora, ato që ti përpiqesh ti akumulosh sot gjigjet, lekët, do t'i haj doktori nesër, do t'i haj spitali nesër, po miqët t'i haj po do vuash si qenë. Kur të gjendesh në kem të krevatit, ose kur të gjendesh shtrirë në spital, aty do ta kuptosh rëndësinë e shëndetit tënd. Po do të jetë shumë bon. Unë kam 4 vjetë që kam marrë me artë të produkt, 4-5 vjetë, unë për vetën time nuk di se çfarë janë ilaçet. Nuk kam iden. Unë jam 52 vjeç, në moshën time, pyesej ata që keni rreth për qark, se sa ilaç e marrin. Flasim në 70%. Unë sot nuk marr kurrë ilaç. Unë nuk di se ç'është, më thënë, edhe kur vjen çështjet e gripit, e kaloj me një çaj. Një ditë zgjat gripi mua. Një ditë. Ka njerëz më thënë që gripi i tyre u zgjat edhe javë, duke marrë antibiotik. Unë jo, alhamdulillah. Falenderojmë Zotin që na e mundësoj që ta njohim të gjigant. Na e mundësoj, sepse falenderojmë gjithmonë atë që na e dha mundësinë që neve ta kemi të gjigant midis nesh. Miqtë e mi të dashur, unë kam pas botër me hemorroidet e kam pas vojtë shumë keq. Kam qenë shumë keq. E në ato kam qenë gati për të bërë operim. Por, falenderojmë atë person që ma komunikoj, alhamdulillah që Zoti na e mundësoi, sot unë gjendem, nuk e di se ç'do të thotë hemorroidet. Jashitja për mua nuk ekziston më si dikur, si grusht. Dal në banjo rregullisht edhe normal, shumë e qenë 20 vjeç. Ama kjo më thënë e bën kjo. Ka njerëz që më thënë që nuk dal dot në banjo. Kur t'i bëhet ajo që dy pushte, pastaj më thënë, o babo, o lele, o babo, o lele, kur përna kene lushe, se fësha rrën vaka, o babo, o lele, por të rrot në mama, çfarë e ke? Ne lusharë shumë, e bëne kënor lushe, po tamam. O babo, o lele, por kur t'ja bërë dy pushës e, pastaj do kuptosh ti, këti më thënë, ai që ka probleme, do t'a kuptoj, pastaj më thënë që me do t'a qajnë me nderen, edhe nuk për të marrë zgjidhjen kur. Miku im, sot, ky gjigant është prezent me ne, mos e nënligjo, se vetëm atëherë kur ti ta marrë që ta provosh, që produkti më thënë është cilësor, do të m'japësh të drejtë. Unë nuk dua që të m'japësh drejtë, dhe nuk jam këtu që t'ju mbush mendjen, edhe nuk dua t'ju mbush mendjen askujt, e jam këtu për t'ju komunikuar të gjigant. Një strat ju fton nga gjepo vujit, ju mund të keni provuar shumë gjëra, po çaj që ky është çaj, por në mënyrë të ftohtë ju kurrë nuk keni provuar. Mund të marrë shumë gjëra, shumë çajra, po çaj të ftohtë jo. Në formë estrato, jo i zjerë. Ky është vetëm, si mund ta quajmë, një integrator ose ilaç natyral i pakrahasueshëm me ilaçet apo me çajrat natyrale që ju përdorni. I pakrahasueshëm. Më gjeni diçka tjetër që mund të jetë i krahasueshëm, por nuk ka, sepse ujri është pema edhe mbreti i mbretërve në pemët që janë. Kalofshit bukur miqtë e mi, kalofshit bukur një ditë të mbar, Zoti ju bekov të gjithëve ju ruajt. Selam alejkum.